Shtetet e Bashkuara dhe është pranuar dhe nga parlamenti ynë, me dëshirë pa dëshirë, e kanë prodhuar këtë instrument për të zgjidhur një problem që nuk e zgjidhin dosje konkrete. Jo ndërhyrje në dosje konkrete. Po konkrete më të shkojnë, sepse kur ti nuk guxon me ngrit akuzë. Kemi drejtësi pastaj. Po shkun jemi ka ambasada sovjetike. Se s'kemi drejtësi. Sepse nuk e lën drejtësin. Sepse këta e sulmojnë drejtësin. Nuk e referoj. Dhe drejtësia ka nevojë për mbështetje nga jashtë. Nuk rezulton se që thu ti, mu më rezulton që janë inkurajuar, jo kam pyetur, janë inkurajuar. Atëherë kjo është ti pohon që kjo që them unë është e pavërtet. Jo, unë nuk legjenda urbane unë nuk as i pohoj as i mohoj, sepse nuk replikoj me legjenda urbane për parim. Po unë them një gjë që unë di që janë bërë takime, i inkurajohen shpesh herë prokurorët sepse kanë hezitim nga ambienti, nga kërstimet. Po s'kemi drejtësi pastaj. Po mirë më kërstimet. Por ti shqyqyr që ke njëri që t'jep kuraj. Problemi është se ti fletë sikur ne kemi pas drejtësia dhe herë dhe na prishi spaku. Ne kemi pas drejtësin më degenerat në botë. Spaku po ndërton e gjë më burë. O zotri, a ka mundësi në gjësh? Nuk po thotë që, po thotë një gjikret jetër, një minutë. Po thotë që ata erën dakord, po e pranojmë që erën dhe kryojnë institucion të pavarur të pa një orë deri tani në Shqipëri. Dhe mbështesin. Tu mbaron punë e tyre. Qa mbështesin që të vishin ti thuash aresto këtë, aresto këta? Ndalo këtë, ndalo atë? Ke 30 vjet aty. Po luajmë midis. Ti që ke 30 vjet aty apo jo? Ku mo? Spak, por kanale kena pranu, bëjnë asistencë, bëjnë verifikim, bëjnë gjithë punojnë, japim shtetje. Nuk dua të keq kuptojmë se është bërë mod kjo tani, edhe do thonë ka marrë dhe Bushati lek nga Belinda Ballu. Jo, më se them. Unë e mbështes. Unë të kuptoj shqetësimin tënë. Por të bëj apel, sepse ti kap një gjë, Bushati. Unë du t'jem koherent. Unë duhet t'jem koherent me veten time. Unë kam qënë kunder, kur këta cowboys, nga që shpallën Saliu në ngrata, pastaj shkonin spak, cili cowboys? Pastaj shkonin spak. Cili cowboys? Këto cowboys e të rimë, që se kanë hekë? Pastaj, sekund mos tem tjetër se flasim dhe për atë. Shkonin pastaj në spak dhe thoshin që në ngrata jonë politike të vërtetohet, duhet japni dhe ju dosje. Të njëjtën gjë po bëjnë nduket këta të rritë, duke shku dhe duke ndërhyrë dosje konkrete. E duam Ballukun të pandeur. Është shumë mirë që u morë Balluku e pandeur, po një zvend sekretar shteti nuk guxon në një vend me minimumin e sovranitetit të shkojë të hyjë për dosje konkrete. Të ndërhyjë për dosje konkrete. Unë jam dakord për këtë pikë, por nuk mund ta them këtë. Në dijenin tim në gjithë shka që u informohen, Amerikanët inkurajojnë, mbështesin, u japin zemër, sepse është ambienti i timër, di tani duhet ta pranojmë. Si është vendi, bëhet ku vendi. Kush do i mbështes ata? I mbështet ligji, politika i sulmon nga gjitha krahët, krimi organizuar me kërcënime. Është një fuqi. Dhe kjo për ne është pozitive, sepse Belinda Ballukun, që sa është godit pafajsisht, do të dalë në gjykat me vëlla, do bëj betejë në gjykat, gjykata bën drejtësi, nuk bën, por që ta lëm drejtësinë dhe pa hetim, dhe pa akuz, kjo do ishte pastaj fundi. Po në bën hetimin Amerikanët, po ko t'i paguaj me taksat tona këta të Spakut. Po hetimin. Hetimin e kanë bërë prokurorët e Spakut. Pa tjetër. Shiko, ata sigurisht kanë paguar reformë drejtësie, kanë monitoruar, kanë mbështetur e tjera. Problemi është që tani ata shohin një realitet në Shqipëri. Si që u jep ambasada amerikane nga këtu. Ne jemi gjithë të ndërgjegjshëm dhe kemi informacionin që mbledh ambasada amerikane e mbledh atë informacion në zi dhe të erët, edhe më mirë se çdo gazetar dhe më mirë se gjithë gazetarët bashkë. Sepse nuk e ka vetëm nga gazetarët, e ka nga gjitha burimet e tjera. Kanë instrumenta më shumë. Dakord jemi. Po, pra, këtu atyre formësohet një vend i zi, ster, një republik bananesh, një vend ku drejton që është një shtet mafios, që ka ndarë për gjysmë pushtetin me krimi, që krimi është shumë rënd i vendosur, bën emërime si me shkop magjik në administratën shtetërore Sundon. Ashtu, dhe shojnë kaq herët dhe nuk vinë të takojnë as Edi Ramën, as kën tjetër, dhe do vjen atje tek ai shkopi tek Kërbaçi, dhe i thonë ngriu edhe punoj çik sepse për këtë është puna tani. Unë kështu e shoh. Për hir të rikthimit demokracisë, Shqipëria bëjnë dakord. Jo demokracisë. Unë nuk jam
kaq idealist. Se për ndryshe do vazhdojnë ta kenë këta të krimit jetë e motë. Pra si do shkëputet nga krimi nëse nuk i jepet dorë Spakut që të jetojë këta. Po kjo është pyetja. Si jepet dorë Spaku? Duke mbështetur. Duke mbështetur, duke financuar, një shumë i fort, duke mbrojtur, se e sulmojnë ta. Duke i sjell dhe këta të FBI-se çka kanë juristë. Këto po bëjnë ata. Por ama, duke i shku Këtë se dim tash, kjo është këtu hym tek hamendësimi. Jo, hym ke amëndësimi pa tjetër, por mua, që nuk di ashtu si ty, ç'bised ka bërë Prençi me zëvend sekretarin e shtetit, boll që një diplomat, jo profesionist jurist, të takoj prokurorin, i cili 3 ditë më pas shpall të pandehur numrin 2 të qeverisë, më duket skandal. Hajtë duar trokasin të gjithë bashkë, mirë që e hëngri Belinda, por kjo skandal me parimin e çdo shteti. Do ta denoncoj Belinda, ta denoncoj Edi Rama këtë. Mund tjetë kështu dhe është... Ata kanë Po pse budallejan ata të thonë publikisht që kemi dhe Amerikën kundër, o? Mund tjetë dhe kështu, ola. Ashtu vetëm Sali o del. Unë besoj që e ti... Dhe më shumë. Unë besoj që e ti përballu nga nisë më herë. Që kur është hapur çështja e tunit Bukaras. S'ka kuptim kjo. Dhe në momentin që ka nisë e timi, ai mund ta ketë ndihmuar me ndonjë provë që mund ta kenë këta në rrugë tjetër, me fjalë. Ta kishin denoncuar. A erdhi aty dhe iku, o zotri, çish njëri Diplomati gjeti. ndihmoj me prova, më se po e kalon në absurd. Jo, më është kështu vërtet. Po nuk e bën dot. Po për çaj mbledhin provat? Zotri, Do i përdorin provat. Po ka shërbime inteligjente, ka prokuror që punon ata, që ka diplomat. Dakor, po unë nuk e di domethënë se ne po S'është drejtësi kjo, po dakor, hajde kënaqemi që ëngri Belinda, unë ngre dorën i pari. Nuk e kam fare. Por standardi është shkatruar. Nuk është çështja, shiko, ky vend nuk rregullohet se ha Belinda. Ky vend rregullohet nëse këtu Nëse kemi funksionon prokuroria dhe nëse kemi prokuror me integritet që bëjnë detyrën e tyre, se pastaj na ndodh si zoti Ylli që ka 10 emisione për bankersin dhe të shkon ambasadori Amerikan dhe thot tu o prokuror s'ke për të ndërhyrë. Po pranuam të republik, hajtë duar trokasin Amerika. Kemi prokuror që bën detyrë. Jo, në parim është e po drejtë. thot një gjë tjetër që është e kundërta. I vetmja gjë që s'bim dakord. Do me thënë ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës një lloj, një sekond preç, të lutem. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i djeshmi, Lu, ndryshe nga ky që erdhi dhe bëri punët të Spaku Pardije, ky shkoi te prokurori përgjithshëm Llalla dhe i tha stop, me bankersi nuk do merresh. Dhe iku prokurori. Ajo është më e rëndë. Minutë më zotëri, dhe iku prokurori për lesh. Po kjo është standard është ky? Jo, E për këtu jemi. Prokurori nuk e ndryshe nga toj, kjo, bëri atë që ai tha. Jo mo iku nga puna për lesh tash po. Tjetër gjë, ka ik për tjetër gjë. Kena bëjt debat që e kena të mbyllë që në fillim. Unë jam dakord për këtë që thu ti, por nuk jam dakord Me tha ky se thash unë. legjendën urbane, në informacionin tim nuk qëndron kështu. Kaq. Legjenda Sepse urbane, legjendat fryen edhe nuk verifikohen dot. legjendën e marr unë për sipër. Tani ne po flasim vetëm për faktin. Ne këtu në Për parimin jam dakord. Ne në tavolinë këtu, pa hyrë ke legjenda, na duket normale që një diplomat Amerikan jo vetëm shkon Spak, por takon prokurorin e çështjes Balluku 3 ditë përpara se Belinda Balluku të shpallet e pandehur. Në qoftë se nuk ka gazetar që këtu nuk ngren një pikë pyetje, çdonte diplomati ke prokurori dhe prokurori u trimërua dhe me një herë çoi numrin 2 të qeverisë në pezullim dhe të pandehur? Kjo është drejtësia që po bëjmë. Hetimi Balluku nuk filloi aty. Nuk filloi, kishte filluar më parë. Po t'jetë kështu siç thu ti. Hetimi këtu ka filluar për Ne ngrem një pikë pyetje. Ka kohë që ka filluar. Ka lidhje fillimi e Kurajon dhe integritetin e prokurorit. Ka lidhje ka fillimi e edhe filloi një hetim. Jo të Spaku. Por këtu dërgojnë gjithë letrat, gjithë hetime kanë. Nuk kanë, po të themi. Dakor, pra. Çfarë mase konkrete ka, po thot masa konkrete zotëria.